fuqit male o të falë ka Zoti, se djegë flaka o asë baroti, unë lavdit malet ka falë Zoti. Pranimi i Lahutës në UNESCO, nga që unë jam lahutarja e parë shqiptare dhe gjithë shqiptarisë që konkurroj me gjithë rapsod, jam e vetëm janë botë që jam krap për krap me rapsod. Dhe përveç Lahutës, si thashë çiftelisë Darës, unë performoj edhe 26 instrumenta komplet. Jemi gjithë bashkuar që një ditë pavarësia Kosovës dhe gjithë shqiptaria të jenë të bashkuar në një shqiptari të madhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, si kaloni? Mirë, shumë bukur u gnaqa këtu në Kosovë, në Prishtinë. Ka po na vini? Unë vjen nga Shkodra. Shkodra bukur. Si e kem Shkodrën e bukur? Shumë e bukur është, por bukuria e Shkodrës dhe gjithë shqiptarisë, si në Shqipëni, si në Kosovë, ishte pranimi i Lahutës në UNESCO, nga që unë jam lahutarja e parë shqiptare dhe gjithë shqiptarisë që konkurroj me gjithë rapsod. Jam e vetëm janë botë që jam krap për krap me rapsod. Unë kam marrë to në Prishtinë në një festival që organizohet sonte dhe jam shumë e kënaqur ku marrin pjesë zhanra të ndryshëm nga klasikja tek modernia tek folklorikja, domethënë të gëshëtuar bashk, lahuta, çiftelia, kitara, dajret, sistër e shumë instrumentat e tjerë bashkë me operën. Sa bukur ku takosh një lautiste nga Shkodra, kënaqësi e madhe. Dhe jena grëmullu, domethënë nga nga diaspora dhe ftesa ime ishte nga e madhja soprano Flaka Garanci, e cila ajo më ftoi të isha këtu domethënë prezente dhe jam shumë e gëzuar që unë bëj pjesë me këtë grup fantastik. Çka të performon sot? Melodi, domethënë herë mas herë të gëshëtuar me këta instrumenta, domethënë me çifteli, bashkë me të shoqënuar me këngë të ndryshme. Sa keq se kemi një melodi ofër, ta kemi, ta na performosh pak, a mund të shpara performon kështu? Me këndim të pak. Një improvizim të shkurt për një audiencë të madhe që kemi historitë jetës, për ndert për projetorit të pavarësisë Kosovës. Mund na nderosh pak? Patjetër. Por dishta të them edhe diçka se lutem, që mikrofoni është. Moj Kosovë të mirë se gjeta, unë t'i solla 2 buqeta, jo me lule, por me vlera, njërën lavë, tjetër në gjubleta. Këto janë disa fjalë që më rrjedhin nga zemra ime, enkas për Kosovën e dashur. Këndim apo kjo ishte pjesa, kurse për këndimi duhet me bërtit male, por ka nevojë se mikrofoni më mbar shumë. Me që unë jam për krah Gjergj Kastriot Skënderbeut, disa vargjet e Skënderbeut. Trimbi trima Gjergj Kastriot, i fuqit male o të falë ka Zoti, se djegë flaka o asë baroti, unë lavdit malet ka falë Zoti. Zë i bukur, një zë i veçantë, na kënaqe. Por unë kënoj shumë këngë të ndryshme të zhanreve të ndryshme, por jo vetëm këngë kreshnike, sepse ne u paraqitem në UNESCO edhe si rapsod, me që Lahuta u pranua në UNESCO, jemi shumë të gëzuar gjithë Kosova, gjithë Shqipëria, gjithë Shqiptaria ku të në botë. Ne kemi atë dashurinë e madhe që jo vetëm Gjubleta që u pranua dhe Lahuta, por artësimi madh pranohet edhe Plisi i Bardh, që është një simbol shumë shenjtë për gjithë shqiptarinë, sepse simbolizon krenarinë shqiptare, si Lahuta, Plisi i Bardh përfaqëson identitetin e malsorit, domethënë e shqiptarit, Gjubleta e malsores, dhe me thonë që krah për krah të trija bashk përbajnë një identitet të parë që performojnë, dhe me thonë, përmbushin atë statusin e Lahutës. Gjubleta, Plisi i Bardh dhe Lahuta janë një, sikur jena një kom, një kem, një gjuhë, një flamur, një shqipe, gjithë jena një, dhe na bashkon, si thur, zani i Adheut, shpata Skënderbeut.
Ju paqim gjithmonë, pa kënaqësi, shumë takosh artistë mëdhenj. Unë po du një gjë interesante nga jeta që të ka ndodhur, një histori lidhe me muzikën. Unë që për vjeqe e kam ushtruar Çiftelin, kam rala Çiftelis, Dajrës, Sistres, 5 vjeqe kam nisi hapat e parë, 12 vjeqe kam nis me ra instrumentit lahuts dhe jam shumë e kënaqur që unë performoj lahutën, dhe me thanë është një instrument burrash, por në kam thy ta bun dhe kam marrat trashëgimin breznore, sepse 4000 vjet brez mas brezit familja nuna e familja jeme, është rapsod, janë lahutar, brez mas brezit, edhe kanë instrumentin në lahutës, edhe kanë ba vetë, dhe me thanë kanë përpunu vetë, edhe kanë mirëmajt, edhe kanë trashigu brez mas brezit, dhe me thanë jem lahut bërës, edhe këngëtar, dhe shumë instrumentat tjerë, jem kantautor, dhe me thanë isa jem këngët vetë, edhe i bëjmë gjitha. Dhe me thonë jena një familje shumë e kompletume, shumë e fort, brez mas brezit. Sikur 4000 vjet është lahuta dhe xhubleta, aq që kanë përjardhjen e tyre dhe peshën e madhe, kanë një peshë shumë të madhe sepse janë tregojnë atë, si thosh, historinë e kombit shqiptar, se na jena një komb shumë i fort në gjithë botën, shqiptaria, dhe me thonë shqiptari ka edhe si thush ka një veçantë shumë të madhe sepse ka rajte shumë të thella. Asnjë komb s'mund të ketë vjetërsinë e gjanat si kur i ka shqiptaria. Dhe përveç lahutës, si thash, Çiftelisë dhe Darës, unë performoj edhe 26 instrumenta komplet. 26 instrumenta. Po janë të veçantë të gjitha. Lahuta, Dajra, Çiftelia, Sharkia, Sister, Bülbül, Zëmare, që janë të veçantë dhe janë shumë instrumenta. Bila unë i kam i to, disa. Po, kam i to. Unë edhe kam ba qakqirt, kostumin kombëtar, kam ba dhe xhublet, kam ba dhe lahutën, edhe krye këngët vetë, edhe dhe me thanë... Po. Artiste vërtet, s'ta shkotën? Unë në qasti formoj këngët. Sa bukur, kanë si shumë e madhe. Ja, kjo është fotoja ime. Na të go para kamerës të shohin? Se kemi... Sigurisht, hezitojnë shumë njerëz të ndjekin të shohin. Të krijime tua. Mrekulli. Sa bukur i ki punuar. Gjithë nga dora jote. Po. Mbret liçenit. Ishte momenti ma i bukur ku aty nuk isha, dhe me thonë, spektatorët e mi ishin peshit. Interesante. Në pamësit ta dëgjojmë gjithë në fund, unë mbeta i pasionuar shumë, pas kësaj performance shumë bukur. Ky vit kam marrë angazhimin që vitin 2006 ta trashëgoj lahutën dhe xhubletën në Brezat e Ri. Kjo ishte pikësëmnimi kryesor, sepse
nga që lahutar ka dhe me thonë jo shumë, si në Shqipni edhe në Kosovë janë dhe me thonë me numër shumë të pakt, edhe po përveçsohet dhe me thonë, po shtërohet numri lahutarve, mirë është të trashëgojmë në përbreza të rinë, dhe sidomos në shkollën të liçare të gjejmë a mundet Ministria e Kulturës si në Kosovë si në Shqipni të japin atë në mesin e tyre që ne të jemi mësuesit e tyre. Që kjo të mos shtërohet asnjëherë, po dahuta të jetë, sepse është identiteti i kombit shqiptar, dhe të jetë për herë të jetë një ripërtritje e brezave e Lahuts, që Lahuta të jetë gjithmonë si shpata Skënderbeut shumë e fortë. Padyshim që e meritoni, unë fund në pak në vigjilet përjetorit të pavarësisë së Kosovës, një urim të veçantë gjithë popullit tonë. Çfarë kishte thënë? Ju uroj që të kenë gjithmonë liri, pavarësi, e gëzoshim gjithë bashkë të fitore. Të jemi gjithë bashkuar, që një ditë pavarësia e Kosovës dhe gjithë shqiptaria të jenë të bashkuar në një shqiptari të madhe. Që të thomë Shqipni, jo Kosova, po Kosovë, Shqipni, të jemi gjithë një. Kënaqem moj, të uroj më të mirë aty, faleminderit shumë, kënaqësi e madhe shumë që takova. Suksesit mos të ndalëshin ty, shpresoj që do një herë tjetër të kemi një emision më të zgjeruar ty.